lirohet nga arresti shtëpiak drejtoresha e Akshit. Bëhet me dije që gjykata e lartë, Klodi, vendosi sot që të zbus masën ndaj drejtoreshës së Akshit, Merlinda Kërçanaj, Ish drejtoresh, po. Dhe nga arresti shtëpiak ka lënë vetëm masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe detyrimin e paraqitjes në policinë gjyqësore. Ç'është ky vendim dhe ç'është motivi? Ai vendimi që ne e prisnim, do më thonë gjykata e lartë shtroi terrenin për të amnistuar në një farë mënyre të gjithë zyrtarët e lartë të cilët janë të arrestuar apo në masa të tjera sigurie dhe që dyshohen apo janë të panderur zyrtarisht për akuzat korrupsionit, pastrimit parave apo të fshehjes së pasurisë. Ju e dini që pak ditë më parë, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në një farë mënyre unifikuan pjesërisht praktikën e caktimit të masave të sigurisë arrest në burg. Për mua kjo praktikë do duhet ishte rregulluar shumë kohë më përpara, por Gjykatës së Lartë nuk i shkonte asgjë në vesh për sa kohë që nuk ishte prekur zyrtarët e lartë, pra prokuroria e posaçme, normal nuk shqetësohej për fatin e qytetarëve të thjeshtë, por u diskutua dhe u ndryshua një praktikë e unifikuese e vitit 2011, që në thelb çfarë thoshte? Se kupton popullata. Jo, për të sqaruar ishin Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, që janë pjesëmarrjen e të gjithë antarëve. Mos ecni përpara nesh, ju e di që jeni inovator, më të zotë se unë dhe këta që kemi ftuar këtu, por hajdeni me foton kur të shkojmë ne me fjalë. Unë shkoj me fjalë, ju shkoni me foto. Unë shkoj me fjalë, ju shkoni me foto. Pra ja, kjo është zonja Kërçanaj, kjo është sot ka... Tani, ish drejtoresha e përgjithshme e Akshit, pasi gjykata e apelit posaçëm lanë fuqi masën e sigurisë arrest në shtëpi, u drejtua me rekurs gjykatës së lartë. Dhe ky është vendimi i parë që gjykata e lartë i jep pas unifikimit të praktikës gjyqësore që ka të bëjë me masat e sigurisë. Patjetër që në rastin konkret gjykata e lartë nuk ka një vendim të arsyetuar, që ne të kuptojmë qartë ku është bazuar dhe se si e ka arsyetuar këtë vendim për zbutjen e masës së sigurisë për zonjën Kërçanaj, por nga arresti i shtëpisë ajo është liruar dhe është caktuar masa e ndalimit për të dalë jashtë vendit, pra thënë ndryshe bllokimi i pasaportës dhe detyrim për paraqitje pranë oficerëve të BK-s sipas përcaktimeve të gjykatës. Por çfarë bën përshtypje? Ky vendim vjen fill pas vendimit unifikues. Duhet kemi parasysh që Ilir Metaj ka bërë disa kërkesa për zëvendësim mase me rekurs, ka shkuar dhe gjykata e lartë e ka rrëzuar. Sali Berisha bëri për një kohë të gjatë kërkesa për zëvendësim mase sigurie, gjykata e lartë e ka rrëzuar, ka vendosur mospranim rekursi. Ilir Beçaj, ish ministër shëndetësie, ka bërë disa herë kërkesa pra rekurs kundër masave të sigurisë, është rrëzuar. Lefter Koka po ashtu, Erion Velia po ashtu, dhe ky është rasti i parë, pra pas unifikimit të praktikës gjyqësore, është rasti i parë që një zyrtar, ish zyrtar e lartë, dërgohet, pra zbutet masa e sigurisë, dhe për herë të parë do të kemi edhe një vendim, nëse mund ta them kështu tip, që do të shikohet se si e ka arsyetuar gjykata e lartë këtë zbutje të masës së sigurisë për zonjën Kërçanaj. Sepse duhet kemi parasysh që zonja Kërçanaj, përveç se akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, akuzohet edhe si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Pra ka akuzë më të rëndë edhe se sa Erion Veliaj, edhe se sa Ilir Meta, edhe se sa Ilir Beçaj. Pra ka ndoshta akuzën më të rëndë, pra dyshohet për pjesëmarrjen në një grup të strukturuar kriminal që sipas fakut dyshohet se drejtohej nga Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri dhe paracaktoheshin tendrat pranë institucionit që ajo drejtonte. Dhe tani si është e mundur që më herët gjykata e lartë ka kaluar me mospranim rekursi të gjitha kërkesat të bërë nga Veliaj, Meta, Beçaj, Koka, Berisha e të tjerë me radhë dhe sa po bëri këtë vendim, pra unë e shikoj këtë si një vendim për t'ju hapur rrugë amnistimit të zyrtarëve të lartë të cilët do shkojnë në gjykatën e lartë me rekurs. Dhe duhet kemi parasysh që në këtë vazhdim është Erion Veliaj, zoti Meta ka një kërkesë në datën 11 maj për zëvendësim të masës së sigurisë, mbetet për të parë qëndrimin që do të mbajë gjykata e posaçme, po sido që të shkojë kjo çështje, zoti Meta do t'i drejtohet gjykatës së lartë dhe është nonsens nga njëra anë e akuzon si pjesë e një grupi strukturuar kriminal dhe ndoshta ndër aferat më të rënda që kanë ndodhur ndonjëherë ku rrëmbehen biznesmen për të tërhequr nga tendrat, miliona euro kalojnë në duart e një grupi strukturuar, të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar mund të keq përdoren nga ky grup i strukturuar, dhe nga ana tjetër, gjykata e lartë shkon dhe e liron. Asgjë personale me zonjën Kërçanaj, por gjykata e lartë do duhet të arsyetojë në mënyrë të çdo dyshimi të arsyeshëm dhe pa ekuivok se si e zbuti në masën e sigurisë për këtë zonjë, sepse ky mund të shërbejë më pas si precedent për të liruar edhe personazhe të tjerë problematik si në mesin e zyrtarëve të lartë, ashtu edhe në
ata që njihen bosët e krimit organizuar. Sepse ky vendim unifikues i gjykatës së lartë, unë kam patur edhe një debat me zotin Sadushi, nuk është bërë për hallin e qytetarëve shqiptarë që kanë shkuar në masën e arrestit me burg. Do duhet ishte bërë shumë kohë përpara, kur realisht kishte një shtim të masave të sigurisë arrest në burg për qytetarë të cilët mund të kapeshin edhe pse kishin bërë një gardh pa leje, edhe pse drejtonin automjetin në mënyrë të paligjshme, apo për vepra shumë herë, apo për mbajtjen e një cigare e hashash. Ndërkohë që kur vjen puna tek zyrtarët e lartë, të cilët janë për krim të organizuar, siç është rasti konkret, shkelje barazie në tendera apo vepra penale të korrupsionit, gjithmonë gjykata e lartë mbyll një sy dhe e hapi tashmë rrugën dhe e shtroi trasen për t'i liruar. Ky është qëndrimi im lidhje me këtë çështje. Si shpjegohet fakti se sa më të rënda t'jene akuzat e SPAK-ut, aq më të lehta bëhen masat për personat e akuzuar? Me përjashtimet që ta lala? Si shpjegohet kjo gjë? Fakt më lejo të ndaj shqetësimin e parimeve në fakt. Deri tani gjykata e lartë nuk ishte ndërhyrë në asnjë rast dhe kishte lënë SPAK-un dhe GKK-n prap këto institucione të reja. Sot ka prishur një vendim i dhënë nga 6 gjyqtarë. Kështu që me një të rënd lapsit ka prishur atë që deri tani e ka respektuar pafund. Ka patur një deal midis ndërkombëtarëve dhe gjykatës së lartë që nuk do ndërhynte në asnjë moment në vendimet e GKK-s. Dhe ky deal është respektuar për vite me radhë. Pra kemi që nga 2020 deri në 2026 që gjykata e lartë çuditërisht nuk prish asnjë vendim të dhënë nga gjykata e apelit kundër krimit dhe korrupsionit. Pikërisht në raportin vjetor të SPAK ishte evidente si një nga sukseset e veta që gjykata e lartë nuk ka prishur asnjë vendim gjatë vitit 2025 dhe e reflekton të këtë si një parim të drejtë në vendimet e dhëna nga gjykatat e apelit. Kjo do na futi në një qerfull shumë të madh. Sot do të kërkojnë të gjithë dhe vlera e gjyqësorit më pas do të rrëzohet. Mirë, okej, se e respektoj në rastin konkret Karçanajn, pavarësisht asaj që ne kemi lehtësuar në dosje, pavarësisht asaj që SPAK i sekuestroi në vlera të jashtëzakonshme të gjithë këtij grupi kriminal, po me të tjerët, atëherë çfarë do bëj gjykata e lartë tani? Do pushatisi të gjitha gjyqet, të gjitha burgjet, do t'i nxjerrë të gjithë.